Ka thënë Rasulullah alayhi salam, qofse njeri qohet prej mejlisit, që shokon ullën me një nej, qohet edhe del jashtë, e kryen një punë, edhe kthehet. Kur të kthehet që kjo është ma meritori për atë vend ku kanë ullën. Pse sa thjesht duket. Mirë pa atin që i bjen kjo musliman. Kjo i bjen që Rasulullah alayhi salam të mëson që kërkush nuk guxon me ta zan vendin tanë. Ti je meritor për atë vend. Jo po, ka ardhaj. Ani çka që ka ardhaj. Unë jam qëto. Jo po aje ka pozitën. Unë jam kanë qëto. Kjo është dini jonë. Po pëse që kuptove. Se sot me pozita me të qesin mazdere që që ditesh. Jo, islami të arun venin. Ti e kanë që ty. Ani, o i kanë që. A i ka ardhë, po është. Unë gjithë në rajmë që është ka mësu Rasulullah a.s. Nëse është. Po kjo, a din kush është kjo? Kënë qofë se është, kjo e din që do të më ullë ku ka rani. Deri këto është mu shërani, këtu ka ven, këtu ullet. Unë jëmë kanë këtu ullën, këtu ullëna. Lusë më Allahën e zëgjëm në bëpë muslimanët mirë.